Kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali kërkoi antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës përpara homologëve të saj në konferencën parlamentare të mbajtur në Strasburg, e cilësoi Këshillin si të paplot pa shtetin më të ri. Këshilli i Europës nuk është i plot me mungesën e shtetit më të ri të Europës, Kosovën. Vështirë të gjendet një shtet tjetër që pas 26 vitesh liri dhe 17 vitesh pavarësi të ketë ndërtuar një demokraci vibrante si Kosova. Prandaj pranimi i Kosovës në Këshillin e Europës, i cili ka mbështetjen e Asamblesë Parlamentare, është kërkesa më e rëndësishme e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë ndaj kësaj konference. Theksoi se hapja e zyrës rajonale të Parlamentit Evropian në Shqipëri konfirmon se vendi ynë është në rrugën e duhur për procesin e antarësimit. Vendimi i Parlamentit Evropian për hapje në Shqipëri të zyrës rajonale për Ballkanin Perëndimor është një rikonfirmim i faktit se Shqipëria është jo vetëm vendi kandidat me vizionin më të qartë, shpejtësinë më të lartë dhe vendosshmërinë më të madhe drejt familjes evropiane, por është edhe një qendër dhe lider në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin evropian të vendeve të rajonit. Për Spiropalin, besimi i qytetarëve rrit eficiencën e punës së institucioneve. Megjithatë, institucionet të vetme nuk mund të mbështesin demokracinë, ligjet mund të drejtojnë shoqëritë, por besimi i publikut përcakton legjitimitetin e tyre. Gjatë fjalës së saj, kryetarja e Parlamentit vlerësoi përpjekjet e vendit për luftën kundër korrupsionit dhe rrugtimin drejt Bashkimit Evropian.